إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu për mirësitë e shumta që na ka dhënë në këtë dunja. E në veçantë falenderojmë Allahun Xhella Xhelaluhu që na ka zgjedhur në mesin e gjitha krijesave e na ka bërë musliman, na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit Xhella Xhelaluhu qofshin për të dërguarin e Tij të fundit, mësuesin e njerëzimit, vullën e pejgamberëve të mëparshëm, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për gjithë krijesat, dhe veçanti erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta nxjerrë njerëzimin nga rruga e devijimit drejt rrugës së udhëzimit. Salavat dhe selamat ja dërgojmë edhe familjes së Tij të pastër, shokëve të Tij besnik dhe gjithë atyre muslimanë dhe që e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në çastet e fundit të kësaj dhunjaje. Elusi Allahun e Madh na bëjë dhe neve prej atyre që e pasojnë sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vazhdimsi. Allahumma amin. Xhamat e nderuar, Allahu Xhella Xhelaluhu në Kur'an thot në surën Ali Imran: "Kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Thot Allahu Xhella Xhelaluhu në fillim se çdo krijesë që e ka krijuar e që frymon ka me shijue vdekjen. E pastaj në ditën e Kiametit çdo kush do e merr shpërblimin për veprat që I ka bën këtë dunja. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ai I cili ka arritur që të shpëton zjarmit të xhehenemit e të hyjë në xhennet, thot Allahu ki ka fituar shumë. E sa I përket kësaj dunjas, thot është një moment kalues që kalon shumë shpejt. Kjo dunja është mashtruese, kjo dunja është argëtuese dhe kalon shumë shpejt. Vëllezër të nderuar, çdo kush apo secili prej nesh ka dëshirë që të fiton këtë dunjë. Dëshira e tij është që të fiton ai fillimisht, të fiton familja e tij dhe pasasit e tij. Dhe çdo kush në këtë botë e kërkon dhe e dëshiron një fitore të madhe. Dhe kjo fitore ndryshon tek njerëzit sipas asaj që ata e definojnë se çka është fitore. Andaj gjojnë tek njerëzit se dikush fitore të madhe e llogarit që t'i mbledh thesaret dhe pasuritë e dunjos. Tek dikush fitore e madhe është që të arrijë pozitë të lartë. Tek dikush është fitore e madhe që të ketë famë tek njerëzit. E kështu me radhë. Mirpo kur jemi na dhe kemi meditu edhe ja kemi bon pitje vetës, realisht cila është fitoria për të cilën na fton Allahu Xhella Xhelaluhu, cila është fitoria për të cilën tekstualisht Allahu Azza wa Jall e thek el-fawz el-azim. Nëse I qasim Kur'anin dhe e lexojmë Kur'anin dhe kur të marrina tek këto ajete el-fawz el-azim, el-fawz el-mubin, el-fawz el-kabir, fitoria e madhe, fitoria e vërtet, Allah nuk flet për këtë dunjë. Nuk flet as për pozita, as për pasuri, as për famë, as për diçka tjetër. Allahu Xhella Xhelaluhu flet për diçka tjetër. Dhe Allahu Azza wa Jall na tregon që nëse do me shpëtu, realisht fitoria e vërtet është që atë na tregoi Allahu Xhella Xhelaluhu: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna."
që kjo thot Allahu xhallal xhelalu është fitoria e vërtetë. Ai I cili ka arrit me veprat e tij, me atë mendje që ka dhënë Allahu xhallal xhelalu, me dallu të keqen nga e mira dhe me punu mbas të asaj që Allahu azza wa jall e ka obligu dhe ka arrit që me fitu mëshirën dhe rahmetin e Allahut azza wa jall dhe me ju largu zjarmit e xhehenemit dhe me fitu xhennetin, dhalikal fawzul azim. Kjo është fitoria e madhe vëllezër të nderuar. Andaj nuk është e njëjtë. Nuk është e njëjtë siç ai sikur ai që nuk ju bin Zotit xhelel xhelalu dhe ai që ju bin Allahu te bareke ve teala. Nuk është i njëjtë sikur ai që hin xhennetin e Allahut edhe ai I cili hin zjarmin e xhenemit. Nuk janë të njëjtë vëllezër të nderuar. Këtë dallim Allahu xhelel xhelalu na e shkruan në Kur'an. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Nuk janë të barabartë, asesi, kursesi dhe nuk do të jenë të barabartë. Banorët e xhennetit edhe banorët e xhehenemit. Ashabul jannati humul faizun. Kush ka fitu sot? Kush është shpëtimtar? Kush është ai që ka fitu fitoren e vërtet? Allah thot ashabul jannati humul faizun. Ata që kanë fitu shumë, ata që kanë fitu për një fitoren e vërtet, janë banorët e xhennetit. Po janë banorët e xhennetit, vëllezër të nderuar. Nuk është hajgare kur flitet për xhenetin edhe për xhehenemin, sepse për fat keq shpesh dëgjojnë, ndoshta si tallje duke thënë se filani është në xhenet, unë nuk kam çkalipin në xhenet, shkoj dikon tjetër. Vallahi vëllezër të nderuar, këto janë fjalë të mëdha. Këto janë fjalë të shirkut, këto janë fjalë që nesër do të pendohesh shumë për këtë fjalë. Nuk janë të barabartë, Allah thot, banorët e xhenetit edhe banorët e xhehenemit. Xhenetin e dim, siç na ka përshkruar Allahu azza wa jall, që e ka përgatitur për njerëzit e devotshëm, për ata të cilët kanë besuar Allahun azza wa jall. Xheneti për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Madha 'an ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Është xheneti që syni se ka pa, veshi se ka dëgjuar edhe mendja askush si ka shku. Allahu e ka përgatitur për neve, për musliman, për besimtar. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al-khaliya. Kur tim xhennet Allah na thot hani edhe pini edhe knashu, s'keni me pas as brenga, as lodhje, as mërzi, se jeni mërzit në dunja, jeni brengos në dunja, keni pas vështirësi. Sot është fitoria juve, sot është xheneti që kanë përgatitur për juve, o ju robrit e mi që më keni besu. E kush janë banorët e xhenemit? Wallahi jo vëllezër të nderuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruajti xhenemin, tha, ta dini, o ju shokët e mi, atë çka e di unë, pasha Allah do të kishi kaq shumë e do të kishi qesh shumë pak. Xhenemi po të kishte që njeriu hin vetëm një herë në xhenemin, edhe me djegjen e tij përfundon se ke ndoshta do të kishmi kalu shumë lehtë, por ja që nuk është kështu. Allah thot innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Ata që kanë mohu Zotin xhelel xhelalu, kena përgatitur zjarrin e xhenemit. Me djegje dhe mushduk shumë lehtë. Jo. Sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab. Çka është dënimi I dëmshëm? Çka është ajo frika që nuk janë të barabartë banorët e xhenetit edhe banorët e xhehenemit? Nuk përfundon gjithçka me djegje. Allah thotë sa që ju djegjet lëkura, ne ju japim lëkurë të re që ta ndjejnë dhimbjen dhe dënimin, dhe kjo nuk ka më përfundu asnjëherë. Ashabul jannati humul faizun. Ata që janë të xhenetit, banorët e xhenetit, janë ata që kanë fituar shumë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na treguar bukurinë dhe të mirën e xhenetit tha, vallahi tha, sikur tha të zbret apo një shkop, maja një shkopit që vendoset në xhenet është më e bukur dhe më mirë se këtë dunjë. Kjo është xheneti Allahu te bareke ve teala. Andaj të nderuar, kjo është fitoria e vërtetë. Kush I largon zjarmin e xhenemit, edhe e fiton xhenetin, vallahi ka fituar një fitore të madhe, edhe nëse është më I humbur në dunjë në mesin e njerëzve, nëse ai e ka kuptuar këtë vërtet, është njeriu I cili ka fituar më shumë ti, nëse arrin që të largohet zjarmi e xhenemit, Allahu na ju ruaj ya rabbel alamin. Vëllezër të nderuar, janë disa shkaqe, disa arsye që na bajnë që ne nesër ditën e gjykimit të jemi fitimtar. E para është me ju bind Allahu te bareke ve teala dhe me ju bind pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë na ka premtuar Allahu te bareke ve teala, "Wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-'azim." Ata që I bindën Allahu xhelel xhelal, e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, ata që I bindën urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah thot kam përgatitur xhenete, në të cilat ka lumej, në të cilat rrjedhin lumej,
ata janë të kënaqur me Zotin edhe Allahu është i kënaqur me ta, kjo është fitoria e vërtetë. Ata që i bindën Allahut dhe ata të cilët i bindën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se shumë lehtë është me fitu xhenetin, vetëm ai i cili e mohon. Tha kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Tha krejt kanë me një xhenet vetëm ai i cili refuzon me dëshirën e vet mos me një xhenet. Sahabët i thanë ja Rasulullah, po kush nuk ka qef me një xhenet? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po tha ka një stati. Tha ata janë të cilët men ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani dakhala an-nar. Ata të cilët mbinden mu. Krejt porositë që jap, udhëzimet që Allahu azza wa jalla i ka shpallur, ata të cilët e praktikojnë urdhëresat e Zotit xhel xhelalu, këto tha më kanë pasur mua. Ata të cilët mohojnë dhe më kundërshtojnë dhe nuk më pasojnë, këto tha me vetë dëshirë kanë zgjedhur që me kanë banorë të zjarmit të xhenemit. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. O vëllezër të nderuar, shumë lehtë tham Janneti fitot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha al-jannatu aqrabu ila ahadikum min firas na'lihi wan-naru mithla dhalik. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Janneti është afër jush më afër se ata lidhset e këpuzve. Po tha dhe xhenemi është shumë afër. Zgjedhja është e jona se a do të jemi prej banorëve të xhenetit apo dëshirojmë të jemi nga banorët e xhenemit. Dëshira dhe vullneti është në dëshirën tonë. Ne jemi ata të cilët e bojnë këtë përzgjedhje. Shumë lehtë është me fitu xhenetin, por shumë lehtë kanë edhe me hub xhenetin dhe me kon banor i zjarmit të xhenemit. Allahu na ruaj rabbel alamin. Vëllezër të nderuar, pika parë është me qenë të bindur ndaj Allahut dhe të bindur ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dita është të jemi të sinqertë. Të jemi të sinqertë në adhurimet tona. Allahu xhel xhelalu përveç që na urdhënon që të krijmë obligimet e Zotit xhel xhelalu, Allahu azza wa jall të njëjtën kohë na kërkon që ai adhurim të jetë vetëm për Allahun te bareke ve teala, se nuk ka nevojë Zoti xhel xhelalu me bën në një adhurim edhe në atë adhurim me shtin dhe dikam tjetër. Allah thot në hadith kusi ana aghna shuraka yani shirk. Unë jam më i panevojshëm për adhurimin e dikujt i cili në adhurimin e tij ka adhuruar dikant tjetër. Allah s'ka nevojë për atë adhurim. Allah don që na të jemi të sinqert. Adhurimin të cilin e bëjna të jetë kualitativ, të jetë kristal, vetëm për Allahun xhel xhelal, se s'ka dobi nesër. Wallahi sa do vepra të mëdha me bën. Nuk janë të bëra për Allahun xhel xhelalu, nesër kanë bërë haba'an mansura, kanë bërë shkrum edhe hi, edhe Allah ka më të dhënë përftire se nuk ka nevojë për atë adhurim. Shumë rëndësi është që me kon prej banorëve të xhenetit, me shpëtu nga zjarmi i xhenemit, adhurimin të cilin e bën, të e bësh vetëm për Allahun xhel xhelalu, duke pas synim vetëm kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Thot Allah në Kur'an, qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Atë ditë kur dalin para Allahut azza wa jall, njeriu nuk i ban dobi kur gjë tjetër përveç se sinqeriteti, ikhlasi. Atë që ka pas punim për hir të Allahut azza wa jall. E nëse ka qenë prej atyre që e ka pas punim vetëm për hir të Allahut azza wa jall, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, radiyallahu anhum wa radu an, dhalika al-fawz al-azim. Allahu këta njerëz i përshkruan që kanë qenë sinqert me adhurimet e tyre, e kanë besuar Allahun xhel xhelal me sinqeritetin më të madh. Allah thotë kanë përgatitur gjithashtu xhenete që kanë të mira të shumta lume, e shumë të mira tjera që Allah i përshkruan në Kur'an. E Allah është i kënaqur me ta, edhe ata janë të kënaqur me Allahun xhel xhelalu. Wa dhalika al-fawz al-azim. Allah thotë që kjo është fitoria e madhe. Që kjo për ne është fitoria e madhe vëllezër të nderuar. Që kjo është fitoria e madhe për neve si besimtarë. Andaj xhamat të nderuar, e lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhel xhelalu na bëj neve prej atyre që i bindën Allahut te bareke ve teala, na bëj prej atyre që i bindën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun e madh që na bëj prej atyre që i shpëtojnë zjarmin të xhenemit. Se kështu edhe kanë bërë dua, vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua, edhe na ka mësuar dhe na ka thënë bëni dua, ai i cili bën brenda ditës dua, duke thënë o Zot, ma jep xhenetin. Thot pejgamberi alaihi wasallam, kush thot 3 herë brenda ditës, o Zot, ma jep xhenetin, Allahu ja bën wajib që atij më ia dhon xhenetin. Dhe kush tutet duke thënë o Zot, më ruaj
nga zjarri i xhehenemit, Allahu azza wa jall ja ban wajib që ta ruan nga zjarri i xhehenemit dhe ja ban haram zjarrin e xhehenemit. Elos Allahu në madh që të na bëj për atyre që e adhurojnë Allahun xhelle xhelalu. Elos Allahu subhanahu wa taala të na bëj nga ata që i bindën Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elos Allahun që të na bëj nga ata që gjitha ato adhurime të cilat i bajnë atij të si gjeta vetëm për Allahun xhelle xhelalu. Elos Allahu subhanahu wa taala që Allahu na bëj nga ata të cilët vazhdimisht mundohen të bëjnë vepra të mira dhe i lutën Zotit që Allah të bëjnë nga banorët e xhenetit dhe të ruajnë nga zjarri i xhenemit. Elos Allah në madh edhe një që rinin ton të udhëzon, pleshve ton të jep shëndet, të vdekur ton Allahu të mëshiron, gjithë muslimanët anë kanë botës ku janë, Allahu azza wa jall të ndihmon. E gjithë ata që bojnë shkatrim dhe fesat në tokë, Allahu azza wa jall t'i shkatron. Elos Allahu në madh që na bashkoj me njerëzit e mirë, me pejgamberët, me shuhada në xhenetet e tij të larta Rabbil Alamin. E nuk ka shoqëri më të mirë se sa këta. Allahu nasib në bof ya Rabbil Alamin. Allah na mëson në ndarë nga kjo botë me fjalën më të mirë, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.